Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Në episodin e kaluar, folëm për shembullin e atyreve që Allahu subhanahu wa ta'ala ua premtoi xhenetin. Në këtë episod, do të flasim për shembullin e prekshëm, për shembullin që ne duhet ndjekur në jetët tona, për shembullin e sahabëve. Jo të gjithë sahabët janë futur në xhenet nga e njëjta derë, por gjithë secili prej tyre ka pasur sekretin e tij me të cilin ka hyrë në xhenet. Për shembull, Ebu Bekri radiallahu anhu e fitoi xhenetin me zemër të butë, e fitoi xhenetin me besim të pastërt, me sakrificë pa zhurmë, e fitoi xhenetin me të qenurit i pari në këtë rrugë. Omeri radiallahu anhu e fitoi xhenetin me drejtësi, me forcë në të vërtetën, me frikë të madhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Uthmani radiallahu anhu e fitoi xhenetin me turp, e fitoi xhenetin me pasuri, e fitoi xhenetin me bamirësi që ai e jepte natën kur askush nuk e dinte. Aliu radiallahu anhu e fitoi xhenetin me dituri, e fitoi xhenetin me sinqeritet dhe guxim në momentet më të vështira të islamit. Bilali radiallahu anhu e fitoi xhenetin me durim në sprovat dhe qëndrueshmëri të madhe që kishte në këtë rrugë. Talha radiallahu anhu e fitoi xhenetin me sakrificë për këtë fe, kur doli në mbrojtjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zubairi radiallahu anhu e fitoi xhenetin me vendoshmëri dhe besnikëri të plotë dhe të paluhatshme ndaj besimit të tij. Suhejbi radiallahu anhu e fitoi xhenetin me heqjen dorë nga e gjithë pasuria që kishte grumbulluar në mënyrë që ta lejonin të bënte hijret për te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Musab ibn Umeri e fitoi xhenetin me braktisjen e rahatlëkut të tij që të shkonte të mësonte njerëzit dhe të thirrte në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, ndoshta xheneti jot ka mundësi të jetë një lutje që ti kurrë nuk e lën, një ibadet, një wird të caktuar kohor që ti e praktikon për ditë, një bamirësi që ti e fsheh nga njerëzit, një mëkat i madh që ti e lën përfundimisht, një zemër që i fal të tjerët, një shpirt që vazhdimisht kthehet tek Allahu, një shpirt i cili ditë për ditë dhe natë për natë e kërkon takimin e fshehtë me Allahun subhanahu wa taala. Andaj, në këtë Ramazan, në këtë ditë kaq të mëdha dhe të bereqetshme, ti kërkoje sekretin e xhenetit tënd. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.